Unë kam 2 pyetje nga Bibla. E para është për pllakat e Mojsiut që u shkatruan, që ai i thyeu kur pa që populli ata kishin bërë një idhull, një viç dhe po e adhuronin. Pyetja ime është, nëse ato pllaka që u shkatruan nga Mojsiu simbolizonin faktin se Perëndia do t'i jepte fund beslidhjes e të çliruarit dhe të shpëtuarit të tyre nëpërmjet atyre pllakave, dhe kur Mojsiu i përgatiti pllakat e tjera sërish që Perëndia t'i shkruante përsëri, a simbolizonte kjo beslidhjen dhe mundësinë e re për shpëtim? Jo, beslidhjen që Perëndia e bëri me Abrahamin. Beslidhjen Perëndia e bëri me Abrahamin, ku ai bëri premtimin se ai do të ishte babai një shumice kombesh dhe thuhet se u betua për veten e tij. Thuhet se Perëndia u betua për veten e tij se fjala e tij nuk do të shkelej. Ajo që Zoti bëri me Mojsiun ishte t'i dorëzonte ligjin. T'i dorëzonte ligjin Mojsiut, prandaj ai tha të ngjitej atje në mal, ai qëndroi atje dhe atje Perëndia i dha ligjet. Nuk përmendet shpesh dhe as nuk besohet se ka ndonjë simbolik fakti që Mojsiu theu pllakat, sepse ai e bëri atë në një moment zemërimi, kur ai zbriti dhe pa se populli po adhuronte një idhull, se kishin harruar Perëndin atë moment. Megjithatë, populli nuk kishte pasur eksperjenca për jetime me Perëndin. Për ata që kanë lexuar Biblën, le të kemi parasysh se populli jetoi në Egjipt 430 vjet. Dikush nga ata që kanë lexuar Biblën e ka vënë re këtë pjesë, këtë histori, se ata jetuan në Egjipt 430 vjet kur shkoi Jozefi. Ju kujtohet se ishte i pari Jozefi? Pra Jozefi shkoi në Egjipt dhe atje kur erdhi zia e bukës, vëllezrit e Jozefit shkuan në Egjipt për të kërkuar ushqim. Jozefi i njohu vëllezrit e tij dhe thuhet se ai i pyeti nëse jetonte babai, nëse ishin të gjithë vëllezrit gjallë, dhe ai pa se ishin gjallë dhe se po vuanin nga nevoja ekonomike. Atëherë Jozefi i ndihmoi sepse ai ishte i dyti pas mbretit në atë kohë dhe e solli të gjithë familjen e tij, Jakobin dhe të gjithë vëllezrit e tij, i solli për të jetuar në Egjipt. Pikërisht aty fillon historia ku Perëndia i kishte folur Abrahamit se Abrahami do të ishte babai një shumice kombesh, sepse ai do ta bekonte dhe se te pasardhësi i tij do të bekohej toka, kombet. Ai pasardhës për të cilin po fliste ishte Krishti Jezus, pasardhësi. Megjithatë, Abrahami pati një djalë, Isakun, i cili përfaqësonte figurën, simbolin e pasardhësit të Krishtit, sepse Perëndia ja kishte dhënë atë djalë Abrahamit. Kështu që Perëndia e bëri atë beslidhje me Abrahamin dhe pas kësaj ndodhi pjesa e Jakobit dhe 12 bijve të tij që shkuan në Egjipt. Së pari shkoi Jozefi dhe më pas Jakobi dhe 12 bijt e tij jetuan në Egjipt 430 vjet, sepse Zoti i kishte dhënë Abrahamit një vegim me disa zogj. Thuhet se disa zogj grabiqar erdhën për të ngrënë gjërat që ishin atje dhe Zoti i tha të ishte i vëmendshëm që zogjt grabiqar të mos i hanin gjërat, por Abrahamin e zuri gjumi dhe zogjt grabiqar erdhën dhe i hëngrën gjërat. Atëherë Zoti i tha atij, kjo do të thotë se populli që do të dalë nga ijet e tua, nga ty, nga premtimi që Perëndia po i bënte Abrahamit, sa i do të ishte babai një shumice kombesh. Zoti i tha, ajo që ndodhi me zogjt, fakti që të zuri gjumi dhe që zogjt grabiqar erdhën dhe i hëngrën gjërat, do të thotë se pasardhësit e tu do të jetojnë 430 vjet sklever dhe shërbëtor të një vendi, të Egjiptit. Dhe kështu Zoti ja dha atë zbules Abrahamit, edhe pse Abrahami me siguri nuk e kuptoi, por ajo mbeti e shkruar sepse Perëndia lejoi që gjithçka që ai u thoshte dhe që u mësonte atyre dhe urdhrat që u jepte të shkruheshin në një libër për brezat e ardhshëm. Kështu që ata jetuan 430 vjet atje në Egjipt. Sigurisht gjatë asaj kohe ata kurrë nuk e adhuruan Perëndin, nuk e nderuan Perëndin, sepse atje trajtoheshin si sklever, si shërbëtor, të lënë mënjan
dhe ndoshta shumë prej tyre mësuan idhujtarin e egjiptasve. Bibla nuk e tregon këtë, por ka shumë mundësi që në ato 430 vjet ata të kenë mësuar, të kenë dëgjuar për adhurimin e idhujve, megjithse Etrit, krerët e 12 bijve të Jakobit u mësonin bijve të tyre se ekzistonte një perëndi në frymë dhe se ai perëndi i kishte folur Abrahamit dhe se ai perëndi kishte krijuar Adamin dhe Evën sepse këto njohuri përcilleshin si traditë gojore. Patriarkët u mësonin fëmijëve të tyre dhe fëmijët e tyre u mësonin fëmijëve të tyre kështu me radhë dhe kështu nëpërmjet traditës gojore ata u mësonin për ekzistencën e Perëndisë, por vetë njerëzit nuk kishin eksperjenca përjetime me Perëndin, sepse Perëndia nuk u fliste dhe as nuk kishte profet. Prandaj gjatë atyre 430 viteve që ishin në Egjipt, ata jetuan pa Perëndin. Kur Perëndia i nxori nga aty me anë të Mojsiut, Perëndia filloi të bënte mrekulli dhe ata pan mrekullitë që Mojsiu bënte, por ata nuk arrinin të kuptonin çfarë po ndodhte. Ata thanë çfarë po ndodh, çfarë është kjo, Mojsiu ka fuqi. Shikoni gjithçka që Mojsiu po bën, shikoni atë fuqi. Mojsiu thot se është Perëndia i që i bën këto, se është Perëndia i fuqishëm, Perëndia ynë, por ata nuk kishin eksperjenca përjetime me Perëndin. Ata pan vetëm mrekullit, pan fuqi përmes Mojsiut, dhe për këtë arsye, kur Mojsiu shkoi atje në Sinai për të folur me Perëndin dhe për të marrë pllakat, populli, duke qenë se nuk kishte shumë njohuri dhe as eksperjenca përjetime me Perëndin, populli tha, Mojsiu na la vetëm dhe ne nuk kemi një Perëndi që ta adhurojmë. Prandaj i than Aronit të bënte një viç prej ari që ata ta adhuronin, dhe Aroni u bëri viçin dhe u tha, ja, ky është Perëndia juaj që ju nxori nga Egjipti, adhurojeni. Dhe kur Mojsiu u kthye, e gjeti popullin të dhënë pas idhujtarisë, sigurisht Mojsiu u zemrua, sepse Mojsiu kishte pasur eksperjenca përjetime me Perëndin. Ai e dinte se çfarë do të thoshte të ishe me Perëndin, çfarë do të thoshte të shihje lavdin dhe fuqinë e Perëndisë. Kështu që prandaj Mojsiu i theu pllakat. I theu, por kjo nuk ka asnjë simbolik, ai e bëri këtë për t'u treguar atyre zemrimin që kishte, sepse ata po adhuronin viçin prej ari. Më pas, Perëndia në mëshirën e tij i tha Mojsiut që të kthehej përsëri në mal, sepse ai do t'i jepte pllaka të tjera. Dhe Zoti i dha Mojsiut pllaka të tjera dhe nuk e qortoi Mojsiun, nuk i tha pse zemrohesh, jo sepse Zoti e dinte se Mojsiu ishte zemruar, por me të drejtë, sepse ai po mbronte gjërat e Perëndisë, por populli nuk i kishte pasur ato eksperjenca, ato përjetime, dhe prandaj ata ishin të ashpër, mosbesues, rebel, nuk e kuptonin atë që shihnin, sepse ishin shumë zemërngurt. Ne sot kemi shumë eksperjenca, përjetime me Zotin, sepse edhe nëse nuk kemi parë apo pasur vegime apo ëndra, Perëndia na ka folur në profeci, ose disa prej nesh tani kanë marrë frymën e shenjtë, ose të tjerët kanë marrë dhuntit, prandaj ne në një mënyrë apo në një tjetër ne po kemi eksperjenca, përjetime me Perëndin, dhe prandaj ne e dim se Perëndia jeton, se ai ekziston, se ai është i vërtet. Kështu që zemrat tona nuk do të jenë më aq të ngurta, por ne do të besojmë në Zot dhe do t'i bindemi atij dhe do bëjmë vullnetin e tij. Por në atë kohë, kështu ishte situata e popullit të Izraelit. Ata nuk ishin përjetime, eksperjenca dhe prandaj e linin veten të kontrollohej nga ndjenjat e tyre, nga mishi i tyre. Pra ky është shpjegimi sa i përket pllakave, dhe a lidhej kjo me beslidhjen? Jo, sepse Perëndia e bëri beslidhjen me Abrahamin, por Mojsiut ai dha ligjet që ai t'ia jepte atij populli, atij kombi që po formohej.